e kush rrezikohet në kuadër të këtyre zgjedhjeve? Unë mendoj që fillimisht janë 3 të panjoftuna për këto zgjedhje dhe këto zgjedhje do të na sqarojnë. E para është pesha elektorale e Vjosa Osmanit. Realisht a mundet gjithë përkrahësit e saj me i marrë në listën e përbashkët me LDK-n. Kjo është numër 1. E dyta është dalja, cili ka me qenë numri i njerëzve që do dalin në votime. Edhe për mu, e treta është njëjtë potenciali i Ardian Xhinit në AK, si bartësi listës tash dhe kryetari i ardhshëm pas zgjedhjeve qershorit në Aleancën për Admërinë e Kosovës. Krejt tjetër që ka thuhet njëjtë do t'jetë si dhjetor e gjana tilla, për mu nuk qëndron. Nuk qëndron sepse s'mundet me qenë njëjtë. Nuk ka logjik me qenë njëjtë, edhe ajo që ka po shihet, të paktën në fjalë në për Kosovë, është që një pjesë e njerëzve që e kanë përkrah pushtetin me 28 dhjetor, nuk po munden me besu çka ju desht me lujt këtë lojë Kurti me 51%, dhe nuk po mundet edhe me 51% me ofru stabilitet institucional. Përtej propagandës e cila është e pasuksesshme e vetëvendosjes për zgjedhjet presidentit, njerëz po e shohin që ti me 51% nuk po mundesh me ofru stabilitet, nuk po mundesh me mri marrëveshje me askënd në këtë vend, edhe në moment që po hidhrohesh, po qohesh, po i shan gjithë. Kjo nuk është politike pjekun, e njerëzët pjekun, cilët i japin drejtim Kosovës. E tash për mu është njëjtë me pa cili ka me qenë numri i njerëzve që nuk do dalin njëjtë, sepse kanë thonë nuk është më binomi Osmani Kurti. Po, ju presit këtë dalje më të vogël se 28 dhjetor? Unë mendoj që nuk do t'jetë shumë e vogël, po besoj që do t'jetë më e vogël. Që i bie në bazë këtij konstatimi, zoti Deda, ju presni vetëvendosje të bie më pak? Përderisa LDK ka një lloj me pikpyetjen që hapat për zonën Vjosa Osmani ka mundësi një tendencë rritje. Po. Ma ne mundemi me bisedu në pjesë në emision çka do të thotë sukses për partitë politike, përtej këtyre të panjofturave të cilat unë i kam derisa apo më këto zgjedhje. Muja, po e vazhdojmë me ty, a pret lëvizja vetëvendosje